Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku supë me kungull. Fillojmë me përgatitjen e kungullit. I heshim farat e kungullit nga brenda. Dhe presim kungullin në copë. Mbasi e kemi prerë kungullin, e vëmë në një tepsi me letër kuzhine. Tani kam prerë një gjysmë patligjanit. Dy specat kush. Dy domate dhe dy qep. Dhe tani shtrojmë edhe perimet tjera në tepsi. I vëmë që të pjeken në furrë të gjitha perimet së bashku, mbasi kemi hedhur kripë dhe pak vaj ulliri. Do t'i pjekëm në furrë për 50 minuta. Dhe tani perimet janë të pjekura. Do t'i kalojmë në blender. Do t'i heshim të gjitha perimeve lëkurën. Hedhim kungullin, specat, qept, patligjanat dhe në fund kemi hedhur një kokë hudhër dhe i shtojmë një filxhan leng pule. I kalojmë të gjitha në blender së bashku. Dhe tani kemi marrë një tigan, e kemi vunë në zjarr, edhe e kalojmë supën në tigan, duke përzier. I hedhim supës double cream dhe përziejmë. Dhe në fund i hedhim parmezano. Kjo jep shumë shije. E supa është gati. Të dashur miq, kjo ishte receta për sot. Shihemi në videon tjetër.